Detajet të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në orët e para të mëngjesit, pra një spitali privat në rrugën Pjetër Budi në kryeqytet, ku një automjet u godit nga një shpërthim me lëndë plasëse. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 3:55, ku persona ende të paidentifikuar vendosën lëndë plasëse në gomën e parë të një makine në pronësi të shtetases Matilda Kaja, e cila ishte parkuar në parkingun e spitalit. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk pati persona të lënduar, por u shkaktuan dëme materiale në automjet. Në dëshminë e saj, përpara oficerëve të policisë gjyqësore, Kaja është shprehur se nuk ka patur konflikte me askënd dhe ka ngritur dyshime se ngjarja mund të ketë qenë e lidhur me spitalin dhe jo me të personalisht. Dhe një herë pas ngjarjes, shërbimet e policisë kanë rrethuar zonën dhe kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat priten të ndihmojnë në identifikimin e autorëve të dyshuar dhe zbardhjen e plotë të rrethanave. Grupet hetimore vijojnë punën intensivisht për të zbuluar motivet dhe përgjegjësit e kësaj ngjarje që ka tronditur qytetarët e zonës. Ndërkohë, policia bën thirrje për bashkëpunim me qytetarët duke kërkuar që kushdo që ka informacion të ndihmojë në hetim.